që për këto pika t'i jepet më shumë kohë, sepse nuk i bën dot për të paktën 10 vite. Informacion zyrtar kë. Pra Shqipëria është dorëzuar, i ka thënë nuk i bën dot këto gjëra. Shto këtu tani pjesën e zonave të mbrojtura, ndërtimet, falja, problemi i tokave, etj, pra bëhet nga një gjë e vogël, merr një vëmendje akoma më të madhe, dhe vëmendja e madhe padyshim që të krijon probleme, që do thotë të vendoset një vijë akoma më e kuqe dhe një monitorim akoma më i madh. Një monitorim më i madh do thotë që ti duhet të jesh shumë më i kujdesshëm në gjitha hapat që do të hedhësh, por nuk është kushtëzim. Pyetje konkrete. Kushtëzim është vetëm nëse kalohet vija e kuqe. Dhe unë besoj që Shqipëria, pyetje konkrete, me këtë kërkesë, a i kërkohet Ramës të heqë dorë nga projekti i Zvërnecit, nga ana e Bashkimit Evropian, se e dëgjojmë, do me thonë që kjo është një fitore e protestës, apo qoftë edhe atë që Bruxelli i kërkon Ramës të dëgjojë qytetarët, kam dëgjuar, do me thonë, shprehje të tjera të tilla. Kjo, me këto dy ligje dhe këtë kërkesë që bën Bruxelli. Nuk mund ta them dot. Se kjo është nuk mund ta them dot, sepse në fund të ditës Bashkimi Evropian të merret jo me zona të caktuara. Merret me parimin, me kornizën. Pra të thotë nuk duhet ndërtosh këtu. Po ja ta ndryshon Rama me ligj, ta heq atë, ta bën peizazhin mbrojtur që mund të lejon ndërtime mbi 3 kate. Bashkimi Evropian së ndërhyn dot në këto mikro vendime që mund të vinë në të ardhmen. Pra ka një gjë, loja për momentin është fituar nga Flamingot. Për momentin. Kanë fituar rezolut, nuk kemi rezolut. Patjetër. Thotë bllokon çdo lloj gjëje tani. Por ka një gjë, nuk jam i sigurt sa do të zgjasi kjo gjë, sepse ta thash, një ndryshim që mund i bëj Rama minutë fundit me ligjet. Ora mund të vi ambasadori i amerikan që do vi shumë shpejt. Dhe do thotë, mbështetja në investimet amerikane është një investim që duhet të vazhdoj. Çfarë do të ndodhi këtu? Çfarë do ndodhi këtu, ja më thoni ju. Sepse në fund ditës ata qëllimet kryesore që ka kjo administratë është të promovoj investimet amerikane. Është pyet. U pyet në Senat, u pyet. Mire me këto. Dhe tha sipas ligjeve dhe rregullave. Po ja për këtë kërkon dhe Europa, pa aty ke falsifikim, ke para droge në Zvërnec, ke falsifikim tokash, ke ligjet aty. Po, Marsit. Kjo është pyetja, do më thonë ajo që mbetet e paqartë, paktën prej ditës kur u shpreh apo doli qartazi që dy ligjet janë vendosur, po them unë si kushte për integrimin, se do më thonë si kushtet nevojshme për të plotësuar. U konsiderua si fitore e protestës kjo, po në fakt a janë këto dy anulimi këtyre dy ligjeve, ajo a çon kjo në anulimin edhe të projektit në Zvërnec, se kjo është pyetja, domethënë. Siguriti, është tjetër gjë të merresh në mënyrë të drejtë për drejtë me një fenomen që mund të jetë ndërtimi i Zvërnec ose çdo problem tjetër që ka kabineti dhe qeveria Ramës, edhe zgjatimet e tij, grupet e interesit e kanë fjalën këtu. Dhe tjetër gjë të bësh sigurisht zgjidh problemin ndërkohë që e vazhdon problemin. Po domethënë të bësh lëra anësore, kuptimin ose skema thjesht mbuluese që janë një lloj amballazhimi, ndërkohë që nuk e zgjidh problemin thelb. Pra nuk e zgjidh kjo problem. Rama ka deklaruar që në fillim, sido që të jetë, sado që të çon, çado që të bëhet, investimi do bëhet. Edhe ka në mënyrë. Jo, edhe nëse kjo do i kushtonte Shqipërisë integrimin, nuk e besoj se. Shiko, pjesa në raport me integrimin është akoma e paditur, sepse edhe pjesa me integrimin, të cilën ai shet sigurisht arritje, më kujton një precedent që një njohuri ime dhe joti na ka treguar, në cilin humb dikush gjyqin shkallë parë, i shkon klienti vetë shumë i irrituar, sepse ishte tjetër pritshmëri dhe i thotë që s'kemi humbur asgjë, tha fitum drejt në apelit. Kemi fituar shumë madje. Kemi fituar. Pra kemi fituar. Edhe kjo Ramës që u hapën kapitujt dhe shilloi këngë që unë ka një 13 vite që jeni gjë 14 vite minimalisht. U futëm, do futemi, tani ka dalë viti 2007. Ka qenë me shampanja fillimisht. Me shampanja, po, pastaj 2018. Absolutisht, Dili Samir Tahiri, reforma e madhe që u bën policit ose dikur është nga siguria e lufta ndaj krimit të gjë e rëndësishme, ndërkohë dhe më pas doli që ministri i Brendshëm ishte vetë i lidhur me eksponent krimit.
Edhe kështu ka vazhduar gjithmonë, derisa donin ato emailët e famshme që bëhej çonte Ramës për problematika që kishin ministrat caktuar, ishte zoti Tahiri, pra shiko. Pra, Marsit, ajo të pretendosh Redi që do thuhen të vërteta të reja në gojën e mashtruesit vjetër, kjo asaj është për mendimin tim, domethënë t'ia vash ujkut mëlçit në qafë. Jo, duhet kuptoj pozicionin e BE-s në fakt, në raport me këtë që po ndodh në Shqipëri. Pozicioni i BE-s, ti e di që në diplomaci gjua përdoret për thënë vetëm atë që nuk bëhet. Ke dëgjuar ti në raport me ndonjë shtet që do të integrohet, thënë ata që jo, nuk do futet. Po do futet, profesor Presin bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Kemi bërë para, do jetë kënaqësi e madhe ta kemi atje. Kjo është e gjithë gjua që përdoret edhe në politikë. Talleyrand ka thënë shprehjen më të bukur. Ish ministri i jashtëm me 5 qeveri ndryshme në Francë, ose në kohën e protektoratit e Napoleon Bonapartit e të Bourbonëve. Në politikë gjua i është dhënë njeriu që ta fshë mendimin. Jo është ta thotë atë. Edhe gjua diplomatike është dyfish me amplitudë më të lartë se sa kjo që thot Talleyrand. Pra në diplomaci përveç se është vënë për ta fshirë mendimin. Është bërë që nëse ndajteje mund të ndërmerret, nuk është kjo pritshmëria ime që të kuptojmë. Unë do doja shumë, jo je drama, kushdo që të jetë që vendi im të integrohet. Problemi është që kur unë dëgjoj të njëjtën këngë të vjetër, në çdo dasëm 3 që bëhet, nuk do të shoh që do të sjellë. Marsit, ajo që unë dua të kuptoj është që pozicionin e Bashkimit Evropian në raport me Ramën dhe janë të gjitha mbi vendosje PR-e. Këtu kujtojnë se domethënë ka mësuar një skemë nga Endri Fuga dhe nga të gjithë. Po dhe do mund të vazhdoj loja pafund, po. Bravo, këta kujtojnë se do duke konstruktuar realitetin, se këta kanë marrë skemat e gjithë post-liberalëve të Foucault. Ta mendojnë që realiteti është ajo që ti konstrukton nëpërmjet fjalëve, jo ai që është realitet. Edhe mendojnë që sa më shumë ta konstruktojnë edhe dalin kështu nga këta që i bien daulleve edhe që flasin në çdo lloj paneli që shikoj se kjo do bëhet, mendojnë që imponohet realitetit real faktik. Ndërkohë që realiteti është ai që është faktik, ai që prekin për ditë, nuk është ai që thon qoftë edhe 200 veta, 30 media, 20 analiste, e ku dëgjojnë me 50 spin doktora, e 8 portale dhe 30 studio televizive. Një të gjë ka qenë edhe për ta përfunduar. Ka qenë koha e sistemit komunist në 89-ën. Jemi shumë mirë, do vazhdojmë të ecim, ekonomia është në rregull, derisa ndodhi rënja domethënë totale, madje mund të themi që ndodhi falimentimi i shtetit. Unë mendoj që Edi Rama sot Redi ka përpara, domethënë nëse ka intuitën e politikanëve, do të kuptojë që nëse i shkon deri në fund mandatit, do i shkojë shkalafitur. Dhe ky është qëllimi dhe synimi atyre që lëvizin për protesta për të. Domethënë të çojnë në fund të mandatit një Edi Ramë i cili ka humbur të gjitha fuqitë e tij si kryeminist i Shqipërisë, që është shumë i thjeshtë bëhet subitis pakun. Nëse ai sot ditë bën një hap pas, domethënë do tregohet me nuhati, siç e bëri Ramiz Alia, ato që do vinte natyrshëm, bëri si u shkaktoi edhe vet. E dini se shmangte do, e kontrolloi deri diku me figurat politike që vendose kështu, ama ajo që duhet vinte erdhi. Njëjtë gjë do të bëjë Edi Rama, ky po tregohet kryeneç. Këtë sa anulloi, atë se bëj do futemi, me ndërkombëtarët jemi mirë, jo pa ata që pritin që konsideron komplot politik ta ai mund të konsideroj si do. E konsideron një simptom normale të një pakënaqësie apo zemrimi që buron nga shoqëria. Mjafton të bësh një krahasim shumë thjesht. Burrat e mëdhenj shteti, si Thomas Jeffersoni, Lincolni, edhe baballarë të konstitutës amerikane, shtetit amerikane të tjerë, më shumë se 8 vjetë dhe se 2 mandate nuk rinin. Tash ne nëse kemi fatin, kemi një kryeministër që është sa 4 fishi këtyre burrave, atë Shqipëria që duhet të ishte ajo faktike dhe që prekin për ditë duhet të ishte gjithë. Arbër, kam një pyetje, apo dhe nisem nga premisa me cilën e nisa bisedën dhe me Polin në fillim të emisionit. A mendon se po e penalizon në protestën fakti që nuk po kthehet dot në një organizim, në një lëvizje apo një organizim politik? Atëherë, unë të kjo pikë duhet ndalem pak. Kam bërë edhe disa analiza dhe unë mendoj që tashmë faza e parë e protestës është mbyllur me sukses dhe faza e parë që ka të bëjë me atë që do ishte dalja në shesh e shumë njerëzve, dalja e të gjithë atyre që janë të papërfaqësuar, dalja e të gjithë atyre që janë të pakënaqur. Dhe kjo para se të fillonte protesta ishte një lloj utopie dhe ta diskutoje. Pra, nëse para protestës ne të diskutonim të gjithë këto element, asnjëri nuk do ta besonte. Do thoshte në Shqipëri ka vdekur nervi, nuk ka organizim, nuk ka lëvizje qytetare, nuk ka tjetër. Dhe para protestës kjo ishte diçka e pamundur. Por u desh ajo ngjarja që ndodhi në Zvërnec, etj, pa hyrë përsëritje, dhe sheshi u mbush. Ka patur disa momente që pikat kulminante të protestës në pjesëmarrje kanë qenë të jashtëzakonshme. Unë kam qenë atje dhe duhet të rije 2 minuta që të mbaronte ose 5 minuta
që të mbaronte gjithë karvani njerëzve që binin vërdall, pra nuk mbaronin njerëzit. Sa 5 minuta? Jo, më vize. 3 qerekore. Unë jam ullur njerë hengrëm nga një pizza, ata pin nga një bire dhe nuk baron. Jo, tani mos të bëhemi. Jo. Vargani I darkës ndonjëherë kur është e madhe. Ka qenë shumë. A që bëra apo jo? Jo që zgjasin 40 minuta, 45 minuta dhe nuk mbaron të karvani. 40 minuta Vargani, 40 minuta. Po 40 minuta ikën deri në Kavaj. Po ikën, ai fillon, dëgjoj. Ai fillon te qendra dhe shkon te 21. Po them tjetër gjë, si pjesëmarrje, pra kanë qenë pjesëmarrje shumë e madhe, sa ti duhet prisje 5 minuta që të kalonte një karvan I tër me njerëz aty, po them. Pra kanë qenë shumë I madh. Nuk po them që ikën për 5 minuta. Ma kuptoj. Dakor. Dhe pra ka qenë një pjesëmarrje shumë e lartë. Deri para se të ishte kjo protestë, ne mendonim që nuk do kishte më një gjë të tillë. Jam dakord, kishte vdekur revolta. Gjitha elementet. Por kjo fazë nuk mund të zgjasi në pafundësi, nuk mund të zgjasi në përjetësi, sepse me këtë fazë, nëse nuk do ketë edhe një lëvizje, një grupazh 40 veta, 50 veta, 100 veta, sepse është dhe frika që mund t'i kapi qeveria, mund t'i kapi opozita, duhet jetë një grup për 100 vetash, ose ta mendojnë ata sa duhet jetë, do shuhet, sepse ka një gjë, nuk mund vijoj në përjetësi kjo lloj gjëje. Pra duhet kalohet tani te faza tjetër. Faza e dytë, unë mendoj që kjo është me fazë. Organizimi. Është me nivele. Niveli I dytë kush është? Duhet të dëgjohen teza më konkrete. Pa çfarë do të bëhet me sistemin zgjedhor. Duhet sistem proporcional kombëtar, rajonal proporcional, çajin gjitha tezat që janë thënë deri tani për ndryshimin e sistemit. Duhet bërë tani po thua. Jo, po them që duhet të jetë një faza. Duhet të jetë një ekip I cili të jetë më I organizuar për pikat kryesore. Duhet të jetë një qeverisje tranzitore, apo duhet të jetë një qeverisje teknike. Kush e zgjedh kryeministrin teknik, kush I zgjedh ministra teknik, se me ligj me kushtetutë I zgjedh PD dhe PS-ja, I zgjedh parlamenti. Ata do të zgjedhin. Po pikërisht tani duhet të jetë një ekip I cili do t'i votojnë, do jetë një ekip nga protesta, nëse do ketë dhe numra më të lartë, sepse unë mendoj me kaq nuk e detyron dot për zgjedhjet parakoshme një majorancë ose nuk e detyron dot në marrëveshje një do përzgjidhet ky ekip. Po ka më mënyra mund ta marrë mandatin e përfaqësimit të protestës. Mund të bëhet edhe me teknik, mund të bëhet me njerëz teknik, me jurist që vijnë nga fusha të ndryshme, që njohin sistemet politike. Mund të vijë me ekonomist, mund të vijë me profesor, mund të vijë, ka shumë element, me ambientalistët mund të jenë aty. Si do vinë, të gjithë punash mund të vinë, Ore të zgjidhen. Po s'duan të vinë, nuk do protesta të vinë. Ose duhet të s'duan ta kuptojnë. Pra, unë mendoj që unë mendoj që duhet kalojnë në këtë nivel, sepse po hesim para në kohë, ndodhin gjithë ato që kërkojnë ata. Çfarë vjen më pas? Pra çfarë kërkon? Edhe e dyta, kjo është një energji elektorale. Ata njerëz që kanë dalë atje janë njerëz të cilët për mua nuk e votojnë për protesta thotë shumë, pas dorëheqjes Ramës, pas dorëheqjes jam atje. Nëse arrim këtu, pastaj jemi të hapur për. Jam atje dhe I takoj një pjesë koordinatorëve rri me ta. Edhe po them, tani po flas si njëri I cili po shkoi ftohtë, jo si njëri që shkon nga brenda protestën. Tani ka një gjë, unë mendoj dhe e kam thënë atyre. Këta njerëz që ti ke në shesh janë njerëz që nuk janë më votues të PD-s dhe të PS-s. Të paktën jo në këto kushte. Pra kjo është një votë e cila është kundër partive të mëdha. Pra janë një votë e cila mund të jetë 30.000, nuk e di sa votë sa mund të jetë. Tani ti këtë votë do ta lësh përsëri të papërfaqësuar, se nëse nuk organizohesh si parti politike, me pakta do jetë PSD. Nuk rinovohen. Këta njerëz nuk do dalin në votë nëse në zgjedhje. I bie të fitojë PD-ja apo PS-ja prap. Pa ku ishe? Ta them unë. Këta, çfarë thot protesta? Protesta thot, pasi largohet Rama, futemi në dialog me shoqërinë. Ikën Rama, more, ta thash. Rama iku sot. Zgjedhjet parakoshme për 45 ditë. Këtë energji elektorale. Është shumë e vërtet kjo. Ku do ta çosh? Sepse në fund të ditës do shkoj prapë te PD-ja. Te partitë e reja nuk shkon. As te PD-ja nuk shkon, I bie që në fund fare. Edhe pa përfaqësuar kjo energji për ndryshim. Poli, ata që janë. Nuk duhet, nuk e se e bëm herën e kaluar, Arbëri vazhdon domethënë ta analizojmë me një kornizë që është logjike. Janë dy qëndrime këto. Po ta shikosh. Unë jam për lëvizje politike. Po të vendosemi. Okay. Aty duhet shkoj. Por e gjitha bëhet mbi premisa duke mos e njohur, jo në kuptimin që se njeh ti dhe stakon ata, se e para njëherë që ti jemi shumë të qartë. Atje nuk është se nuk është tentuar të nxjerrin 100, kanë dhe mbledhje prapë të shtunë, një kuvend. Ka një
profesora, doktora, nuk është se ka shumë grupe, unë jam gati në të gjitha në CAIK-i, ka shumë grupe, 512 e Fatos Lubonjës, Kuvendi Ande, është ngritur një grup tjetër, grupi Forumi X, që janë njerëz specialist nga jashtë, juristë, mjekë, etj, që flasin për këto gjëra, bankier nga gjitha idealistë. IT, arkitekt. Tani, gjithë këta janë që e mbështesin protestët dhe kur vjen puna për të debatuar, për të nxjerrë një kokë, një grupim real, nuk munden dot. Nuk munden. Po ti vësh re ata të Kuvendit, tani kanë filluar të nxjerrin edhe formular që kush është 18 e sipër, domethënë nuk është më tani specialist, ekspert. Tani 18 e sipër, duket sikur po shkojnë drejt një partie. Nuk i do protesta këta. Protesta nuk do dhe kokën e atyre, dhe këta. Po nuk i do, ma vëlla, nuk i do. Nuk i do jo këta si individ. I do thjesht si protestues dhe për krahas të kauzave të pikave që kanë vetë. 5 pikave. 5 pikat më burr, janë shumë të thjeshta mos. Çfarë nevoje ka këtu të bësh balerinin? E kupton, dhe të digësh faza, dhe të bësh faza 1, faza 2, faza 3. Fazat i kanë vetë ata. S'ka nevojë t'u mësojnë edhe. Fazat janë shumë të thjeshta. Faza 1, jep dorëheqjen zotëri. Se është gjëja më normale në një vend demokratik të japësh dorëheqjen sepse ta kërkon një protest. Ndërkohë që duhet ta kishte dhënë për Belinda Ballukun, për Arben Ametaj, për inceneratorët, për aeroportin e Vlorës që të kanë ngelur ashtu rrugëve, për aeroportin e Kukësit, për ku diun çfarë. Po gjysmën po thotë që nuk e jep dorëheqjen vetëm nga kjo. Nëse nuk e jep ai dorëheqjen, vazhdojmë, nuk kot që analizojmë, flasim më vonë. Ne në shesh, ai në zyrë. Dhe është pastaj teoria e kohës, e risjeve, e ndërkombëtarëve, e SPAK-ut që vazhdon të gjithë elementet, protestë 1, ndërkombëtar 2, SPAK 3, gjendja mendore e popullit shqiptar 4 punojnë kundra kësaj qeverie. Do ti të hahesh me kohë, do të vazhdosh me kohë, vazhdo. Në shtator do të shpërthej më keq, gjimnazist, studentë etj. Po, mjek, avokat, nuk do t'i japësh dorëheqjen, është e kohë të flasësh pastaj për fazë tjetër. Qose ai s'do t'i jap dorëheqjen, ne ngelemi vetëm këtu, vetëm tek populli në shesh. Poli, pse mendoj kundër kësaj pike? Po prit ta. Ja ta them, se ta bëjmë diskutim. Sepse për mua, nëse kjo lëvizje të konkludohet në një forcë politike, në një lëvizje qytetaro-politike, do të japë një goditje shumë të fortë si PD, si PS, si edhe lokale. Jo, po shumë e rëndësishme. Është kurth ta kanë e parë goditje të fortë. Teza tënde është teza e Edi Rama. Jo. Teza tënde është teza e gjithësh. Rama do ta shuaj. Po ti e bën vetëm ai nuk e do një parti politike, e di pse? Sepse nuk e do të ka jashtë kontrollit. Nëse ai po dën, mundet me ato që ke thënë ti, ta blej me 2 kulla, me një leje, me një gjë. Po nuk është problemi te blerja. Një lëvizje të re politike e ka jashtë kontrollit. Pse? Po e ka jashtë, nuk e kontrollon dot. Po nuk e ka mallin te blerja më burr. Sepse është një lëvizje që ka dalë mendja ndër ati. Ju punon mendja vetëm te blerja dhe mos blerja. Risku. Pasim të risku. Po jo më sepse është tjetër korniza. Ore kornizazh. Dhe mbi gjitha mos edhe një politik. Po ja thuaj atë plot. Pjesa e madhe, një pjesë intelektuale e protestuesve, e atyre që merren me koordinimin e protestuesve, thonë që nuk po na lën që të krijojmë këtë që po themun politike dhe nuk janë të Ramës. Pra ka aty disa rryma që po radikalizohen. Po nuk do protesta, po këtë po them. Po le të dalin aty dhe thonë duan parti politike, po si që zvarr. Jo parti lëvizje. Ku ka aty kokë aty më? Aty janë, ju kanë ngelur në dorë mikrofoni dhe menaxhimi, siç e njeh ti njov dhe unë janë çuna bravo që kanë mbajtur deri tani. Po le të dalin. Po jam dëgjoj. I thash njerit. Pa emra, i thash njerit. Bëj një eksperiment social, i thash, me protestën. Bëj një eksperiment social dhe dil aty, ke dhe autoritetin e dur, që nga fillimi dhe në vazhdim për mbajtjen e protestës, dhe thuhet bani që si ju ludhe. Kam një njoftim shumë të rëndësishëm. Njoftimi është ky. Me qenë se neve pushteti po na sulmon, po na fyen, po na fut patronazhist, kërkon të na blej, na etj. Unë ne mendojmë që qëllimi